Filloi aksioni gjenerale në fundjavë ku vullnetarë nxënës dhe punonjës të ndërmarrjeve publike filluan të mbledhin mbeturina, duke filluar prej përreth Vardarit në Shkup. Në aksion mori pjesë edhe presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova, e cila tha se çdo ditë duhet ta fillojmë ditën duke pastruar, e si shembull mori japonezët. И мислам дека е многу добро секој ден да го почнуваме вака, имитирајќи ги јапонците. Предпоставувам, знаете дека тие прво зачистуваат тамо каде што живеат, а кога се овде, дури и околу нашите згради, а потем одат на работа. Ова мора да стане филозофија на животот. Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski deklaroi se për qytetin duhet të kujdesemi si për shtëpitë tona, ndërsa ambasadori i Austrisë Martin Pamer theksoi se është i lumtur që merr pjesë në aksion të tillë. Не треба да забораваме дека Скопје е наш заеднички дом, на сите кои што живееме во градот Скопје. Треба да се грижиме за домот како што тоа го правиме во сопствените куќи, станови и се останато кој што е наша собственост, и градот е наша собственост. На сите треба свеста малку повеќе да работи кај сите нас. Големо задоволство учествувам во ова значајна акција. Генералка е импресивен македонски бренд. Идејатници, посветени волонтери низ целата земја, чистат на секаде и се грижат за животна средина како едно од клучните прашања за Северна Македонија. Ministri i Mjedisit Jetësor Muhamet Hoxha tha se ministria është e fokusuar në zgjidhje sistemike të problemit me mbeturinat, i cili tha se do të ndërtojnë qendra rajonale për grumbullimin e tyre. Ministria e Mjedisit Jetësor gjithmonë do të mbështes iniciativat e tilla, sepse së bashku ndërtojmë vetdijen se kujdesi për mjedisin duhet të bëhet një shprehi e përditshme për të gjithë ne. Ky aksion po zbatohet edhe në 500 lokacione në të gjithë vendin dhe në 80 komuna dhe do të zgjasë 3 ditë.